Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin për muajin Mars 2026. Muaji Mars vjen me energji të reja dhe ndryshime në çdo aspekt të jetës. Planeti i veprimit Marsi do të ndikojë tek të gjitha shenjat, duke nxitur vendimarrje, iniciativa të reja dhe pasion e marrëdhënie. Ky është një muaj për të hellur hapa konkret drejt qëllimeve personale, për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të eksploruar mundësi të reja. Për disa shenja, kjo është një periudhë transformimi, por për tjerë një kohë reflektimi dhe vendosjeje strategjike. Në punë dhe karrierë do të shfaqen sfida që kërkojnë fokus dhe durim, ndërsa në dashuri mund të ketë momente të zjarrta dhe surpriza. Kujdesi për shëndetin dhe energjinë personale është gjithashtu i rëndësishëm, pasi tensioni mund të rritet. Marsi ju nxit të veproni, të jeni më të guximshëm dhe të përqendroheni në atë që vetë dëshironi. Dashi. Marsi është planeti i dashit dhe energjia e tij është në kulm këtë muaj, duke bërë Marsin më të fuqishëm për veprime dhe iniciativë. Në punë dhe karrierë do të ndiheni më të motivuar për të marrë vendime të shpejta dhe për të shfaqur aftësitë tuaja. Mund të shfaqen sfida që kërkojnë vendosmëri dhe durim, por me guxim tipik të dashit do t'i kapërceni lehtësisht. Në dashuri marrëdhëniet do të janë pasionante dhe të zjarrta. Ata që janë vetëm mund të takojnë dikë që i tërheq shumë, veçanërisht në ambiente ku nuk është se presim. Në planin financiar, kujdes me vendimet impulsive, shëndeti është i fortë, por aktiviteti fizik do të ndihmojë për të çfryrë energji të tepërta. Ky muaj është i përshtatshëm për të nisur projekte të reja, për të marrë iniciativa dhe për të sfiduar vetveten. Pasi Marsi ju mbështet plotësisht, sfidat do të jenë të papranueshme dhe çdo sukses do të jap ndjesi të madhe kënaqësie. Demi. Për Demin, Marsi sjell stabilitet dhe mundësi për zhvillim personal. Në karrierë do të keni shanse për avancim përmes përpjekjes së qëndrueshme dhe durimit. Nuk është muaji i vendimeve impulsive, por i vendimeve të menduara dhe strategjike. Në dashuri, Demi do të kërkojë siguri dhe lidhje të qëndrueshme. Ata që janë vetëm mund të fillojnë një marrëdhënie të re që premton të zgjas. Financat janë të qëndrueshme, por investimet e mëdha kërkojnë analizë. Shëndeti do të jetë i mirë, por duhet të ruani një rutinë të shëndetshme. Marsi ndihmon Demin të fokusojë energjitë në gjëra që kanë vlerë dhe të shmang tensionet e panevojshme. Ky muaj është i shkëlqyer për të krijuar bazat për qëllimet afatgjata dhe për të forcuar lidhje të rëndësishme në jetën personale dhe profesionale. Binjakët. Marsi sjell për binjakët ndryshim të papritura dhe mundësi për aventurë. Ky muaj është ideal për të komunikuar, për të marrë ide të reja dhe për të bërë marrëveshje të rëndësishme. Në punë, kreativiteti dhe aftësia për të bashkëpunuar me të tjerët do të jenë çelësi i suksesit. Në dashuri, emocionet mund të jenë intensive, veçanërisht për ata që janë të hapur ndaj ndryshimeve. Marrëdhëniet e reja mund të lindin në mënyrë të papritur dhe emocionet e forta mund të shkaktojnë tensione të vogla me partnerin aktual. Financat kërkojnë kujdes, veçanërisht për shpenzimet impulsive. Shëndeti është i mirë, por duhet të ruani energjinë për aktivitetet më të rëndësishme. Marsi ndihmon binjakët të eksplorojnë, të mësojnë dhe të përjetojnë gjëra të reja, duke e bërë Marsin një muaj të plot aksioni dhe ndryshimesh. Gaforja. Gaforja do të ndjejë këtë muaj një nevojë të madhe për siguri dhe mbështetje emocionale. Marsi sjell situata që do t'ju sfidojnë në marrëdhënie dhe do t'ju detyrojnë të shprehni ndjenjat me hapur. Në punë, sfidat mund të lidhen me bashkëpunim dhe komunikim, por durimi dhe intuita juaj do ju ndihmoj
të gjeni zgjidhje. Dashuria do të jetë më intensive, me momente të zjarrta, por edhe emocionale. Ata që janë vetëm mund të takojnë dike, me të cilin ndihen të lidhur shpirtërisht. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni investimet impulsive. Shëndeti mund të kërkoj kujdes, sidomos për tensionin dhe stresin. Marsi do t'ju ndihmoj të balanconi emocionet dhe të krijoni një ambient të sigurt dhe të dashur për ju dhe të dashurit tuaj. Luani. Marsi sjell për Luanin një energji të jashtëzakonshme dhe pasion në çdo aspekt të jetës, në punë dhe karrierë. Do të ndjeni motivim dhe vetbesim të madh për të marrë iniciativa dhe për të udhëhequr projekte të rëndësishme. Ky është një muaj ku mund të bëni hapat me të guximshëm dhe të vini në pah aftësitë tuaja të leadershipit. Në dashuri marrëdhënie do të jenë plot pasion dhe emocione të zjarrta. Ata që janë vetëm mund të takojnë dikë që i tërheq më shumë, ndërsa ata në lidhje do të përjetojnë momente të paharrueshme. Financat mund të kërkojnë sukses, por shpenzimet impulsive, por gjithashtu mund të shfaqen mundësi fitimi të papritura. Shëndeti është i fortë, por aktiviteti fizik i rregull do të ndihmojë për të shpërndar energji të tepërta. Ky muaj është ideal për të ndjekur ëndrrat tuaja dhe për të krijuar lidhje të reja që mund të sjellin ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj. Luanët do të ndihen më të fuqishëm dhe më të sigurt dhe plot gjallëri. Virgjëresha. Për Virgjëreshën, Marsi sjell një qasje të matur dhe të organizuar ndaj çdo sfide. Në karrierë, ky është muaji i duhur për të vendosur prioritetet, për të planifikuar projekte dhe për të marrë vendime të qëndrueshme. Virgjëresha nuk e adhuron rrëmujen, por e përballon çdo situatë me qetësi dhe racionalitet. Në dashuri do të shfaqen mundësi për të thellur lidhjet ekzistuese, duke e bërë komunikimin më të hapur dhe më të ndershëm. Ata që janë vetëm mund të takojnë dikë që ka vlera të ngjashme dhe që do t'i kuptoj intuitën dhe mendimet e tyre. Financat janë të qëndrueshme, por çdo investim duhet analizuar me kujdes. Shëndeti mund të përfitojë nga një rutinë e rregullt, ushtrimesh dhe dieta e balancuar. Ky muaj është i përshtatshëm për të planifikuar projekte afatgjata, për të krijuar baza të forta dhe për të përmirësuar rutinën personale. Virgjëresha do të ndjejë një energji të qetë, të organizuar dhe të fokusuar gjatë gjithë Marsit. Peshorja. Peshorja e do balancën dhe harmoninë dhe Marsi do të sjellë sfida që kërkojnë vendime të matur. Në punë, do të duhet të tregoni diplomaci dhe aftësi të mira komunikimi për të përballur situata të ndërlikuara. Ky është një muaj ku bashkëpunimi dhe negociatat do të jenë të suksesshme dhe nëse përdorni intuitën dhe logjikën. Në dashuri emocionet do të jenë të forta dhe marrëdhëniet do të kenë momente pasioni, por edhe tensioni të vogël. Peshorja do të kërkojë balancë mes dhuratave, kujdesit për partnerin dhe momenteve personale. Ata që janë vetëm mund të ndjejnë tërheqje ndaj dikujt që i jep siguri dhe harmoni. Financat mund të kërkojnë kujdes në vendime të thella, por mund të shfaqen mundësi të mira për investime të çmuara. Shëndeti është i qëndrueshëm, por aktiviteti fizik dhe pushimi i rregullt janë të domosdoshme për të menaxhuar stresin. Ky muaj do të ndihmojë peshoren të kuptojë prioritetet e saj dhe të krijojë stabilitet emocional dhe profesional. Akrepi. Për akrepin Marsi sjell një energji intensive dhe emocionuese, veçanërisht në dashuri. Ky muaj mund të sjellë pasion të zjarrt dhe momente të thella, por edhe sfida që kërkojnë durim dhe besim. Në punë, aftësia për të përqendruar energjitë në projekte të rëndësishme do të jetë çelësi i suksesit. Marsi mund të sjellë mundësi për avancim ose për të rishikuar strategjitë e karrierës. Ato që janë në lidhje do të përjetojnë momente intime dhe të forta emocionale, ndërsa të vetmit mund të takojnë dikë që të prekin shpirtin dhe emocionet e tyre.
Financat mund të jenë të qëndrueshme, por kujdesi ndaj shpenzimeve impulsive është i nevojshëm. Shëndeti mund të ndikohet nga intensiteti emocional, ndaj aktiviteti fizik dhe pushimi janë të domosdoshëm. Ky muaj është ideal për akrepin, për të thelluar ligjet, për të përjetuar emocione të forta dhe për të bërë ndryshime të qëndrueshme në jetën personale dhe profesionale. Shigjetari do të ndjejë këtë muaj një energji avanturiere dhe kuriozitet për eksperienca të reja. Marsi i sjell guxim dhe dëshirë për ndryshim, duke e bërë Marsin muaj ideal për të eksploruar projekte të reja dhe për të mësuar aftësi të reja. Në punë, mund të ndodhin mundësi të papritura që kërkojnë fleksibilitet dhe shpejtësi vendimarrjeje. Shigjetari mund të marrë iniciativa që të hapin rrugën të reja dhe të çojë karrierën në drejtim pozitiv. Në dashuri, emocionet mund të jenë të forta dhe të paparashikueshme. Ata që janë vetëm mund të takojë dikë me të cilën ndihen menjëherë të lidhur, ndërsa të dashuruarit mund të përjetojnë momente surprizash dhe avantura romantike. Financat kërkojnë kujdes ndaj vendimeve impulsive, veçanërisht në blerje ose investime të reja. Shëndeti është i fortë, por aktiviteti fizik dhe udhëtimet mund të ndihmojnë për të çliruar energjitë e tepërta. Ky muaj është i përshtatshëm për shigjetarin për të marrë rreziqe të arsyeshme, për të rritur vetbesimin dhe për të përjetuar emocionet e jetës në mënyrë të plotë. Britsjapi do të ndjejë këtë muaj nevojën për strukturën dhe qëndrueshmëri, veçanërisht në punë dhe karrierë. Marsi sjell mundësi për të vendosur objektiva të qarta dhe për të marrë vendime strategjike. Ky është një muaj i përshtatshëm për të organizuar projekte afatgjata dhe për të arritur sukses përmes përpjekjes së qëndrueshme. Në dashuri, britsjapi është i matur dhe i përkushtuar. Ata që janë në lidhje do të punojnë për të forcuar lidhjen dhe për të zgjidhur çdo tension të vogël, ndërsa të vetmit mund të takojnë dikë që ka seriozitet dhe qëndrim të ngjajshëm me ta. Financat kërkojnë planifikim dhe kujdes ndaj shpenzimeve të panevojshme, por mund të shfaqin mundësi për përmirësimin e situatës ekonomike. Shëndeti mund të përfitojë nga rutina dhe disiplinimi i aktivitetit fizik. Marsi i ndihmon britsjapit të ruajë fokusin dhe të avancojë në mënyrë të qëndrueshme në jetë profesionale dhe personale, duke e bërë Marsin muaj të rëndësishëm për arritjen e objektivave të tij afatgjata. Për ujorin, Marsi sjell energji kreative dhe ndryshime të paparashikueshme. Ky është muaji ku do të ndiheni më të lirë për të eksperimentuar dhe për të shfaqur ide unike. Në punë, mund të shfaqin mundësi që kërkojnë mendim jashtë kutisë dhe qasje inovative. Ata që janë kreativ dhe fleksibilë do të përfitojnë më shumë. Në dashuri, emocionet mund të jenë të ndryshueshme dhe surprizues. Ujori mund të kërkojë liri dhe hapësirë, por kur dashuron, është i sinqertë dhe i përkushtuar. Ata që janë vetëm mund të takojnë dikë me vizion të ngjajshëm, ndërsa të dashuruarit mund të përjetojnë momente spontane dhe emocionuese. Financat janë të qëndrueshme, por vendimet e guximshme kërkojnë analizë. Shëndeti është i mirë, por aktiviteti fizik dhe pushimi janë të domosdoshëm për të ruajtur energjitë e paparashikueshme. Ky muaj është i përshtatshëm për ujorin, për të bërë ndryshime, për të mësuar gjëra të reja dhe për të forcuar lidhjet që kanë vlerë të madhe emocionale. Peshqit do të ndjejnë këtë muaj një intensitet emocional dhe intuit të fortë, veçanërisht në marrëdhënie dhe projekte personale. Marsi i fuqizon ndjenjat dhe kreativitetin, duke bërë Marsin një kohë ideale për të shfaqur talentin dhe për të ndjekur ëndrat. Në punë do të keni mundësi për të shfaqur aftësitë kreative dhe për të bërë projekte që kanë kuptim të thellë. Në dashuri, emocionet do të jenë të forta dhe marrëdhëniet mund të thellohen. Ata që janë vetëm mund të ndjejnë tërheqje ndaj dikujt që ndan vizionin dhe ndjenjat e tyre, ndërsa të dashuruarit do të përjetojnë momente të paharrueshme
dhe romantike. Financat kërkojnë kujdes, por intuita ju ndihmon të bëni vendimet e duhura. Shëndeti është i mirë, por aktiviteti fizik dhe relaksimi i rregullt ndihmojnë për të ruajtur energjitë. Ky muaj është i shkëlqyer për peshqit, për të ndjekur pasionet, për të shfaqur ndjeshmërinë dhe për të forcuar lidhjet emocionale dhe profesionale. Pra, si përfundim, një përmbledhje e shkurtër. Muaji mars është një periudhë energjie, veprimi dhe ndryshimesh për të gjitha shenjat. Planeti Mars i jep impuls veprimit dhe guximit, duke bërë që vendimet e marra tani të kenë ndikim të madh për muajin në vazhdim. Të gjitha shenjat do të ndihen të sfiduara në mënyra të ndryshme, por edhe të mbështetura nga energjia e këtij muaji për të arritur sukses dhe për të shfaqur potencialin e tyre maksimal. Për dashin, ky është momenti për të marrë iniciativa të guximshme, për të shfaqur aftësitë dhe për të ndjekur çdo mundësi pa frikë. Dashuria do të jetë pasionante dhe çdo sfidë profesionale mund të kalohet me vendosmëri dhe vetbesim. Kurse për Demin do të përfitojnë nga durimi dhe qetësia e tij për të krijuar baza të forta. Në dashuri Demi do të kërkojë stabilitet dhe lidhje të qëndrueshme, ndërsa në punë mund të shfaqë mundësi për avancim të planifikuar dhe të matur. Kurse binjakët do të gjejnë këtë muaj si një kohë për komunikim dhe kreativitet. Ndryshimet dhe mundësitë e papritura do t'i stimulojnë menderisht dhe emocionalisht, duke i shtyrë të eksplorojnë gjëra të reja. Në dashuri, emocionet mund të jenë të forta dhe të paparashikueshme, duke sjellë takime interesante dhe surpriza për çiftet. Kurse gaforja do të përjetojë emocione të thella. Ky është momenti për të shfaqur ndjenja, për të forcuar lidhjet dhe për të krijuar sigurinë e marrëdhënie. Në punë intuita do të ndihmojë për të zgjidhur sfida dhe për të marrë vendime të menduara. Kurse Luani do të jetë protagonist i pasionit dhe guximit. Marsi i jep energji për veprime të fuqishme, për dashuri të zjarrt dhe për projekte të mëdha. Marrëdhëniet do të jenë plot emocione dhe mundësi profesionale do të jenë të shumta, por ata që guxojnë të ndërmarrin hapat e duhura do të jenë aktiv. Virgjëresha do të shfrytëzojë organizimin dhe qetësinë për të arritur rezultate konkrete. Në dashuri, kjo është koha për të treguar përkushtimin dhe ndershmërinë, ndërsa në punë do të jenë të suksesshëm përmes disiplinës dhe planifikimit. Kurse peshorja do të ketë nevojë për balancë. Dashuria do të sjellë emocione të forta dhe pasion, por sfidat e vogla mund të testojnë harmoninë. Në punë, aftësia për të komunikuar do të sjellë rezultate pozitive, kurse akrepet do të ndjejnë intensitet dhe pasion në çdo aspekt të jetës. Dashuria është thelbësore dhe momentet intime do të jenë të paharrueshme. Në punë, fokusimi i energjisë dhe durimi do të sigurojë sukses, kurse shigjetari do të ketë mundësi për aventura, eksperienca të reja dhe sfida emocionuese. Dashuria do të jetë e zjarrt dhe spontane, ndërsa një punë kreativiteti do të jetë çelësi i suksesit. Kurse Briciapi do të ruajë fokusin dhe qëndrueshmërinë. Dashuria në punë e planifikuar me kujdes do të sjellin stabilitet dhe rezultate të forta. Ujori do të përjetojë ndryshime dhe momente kreative. Dashuria dhe marrëdhënia do të jenë të paparashikueshme, por plot emocione dhe mundësi për lidhje të reja. Kurse peshqit do ndihen pak emocione dhe kreativitet. Dashuria do të jetë romantike dhe thellësisht emocionale, ndërsa projektet profesionale do të kenë sukses përmes intuitës dhe pasionit. Në përgjithësi, Marsi është një muaj i veprimit, pasionit, mundësive. Për të gjithë shenjat, është koha për të marrë vendime, për të shfaqur energjinë, për të ndjekur ëndrat dhe për të krijuar lidhje që do të kenë ndikim afatgjatë. Ky është një muaj ku guximi, durimi, intuita dhe pasioni kombinohen për të sjellë rezultate të jashtëzakonshme. Në dashuri,
punë dhe në jetë personale. Këshilla për të gjitha shenjat: mos keni frikë të veproni, por përdorni gjithashtu intuitën dhe mendimin racional. Energjia e Marsit ju mbet për të marrë hapat e duhur dhe për të bërë Marsin një muaj të paharrueshëm. Dhe si përfundim, faleminderit që na dëgjuat deri më tani dhe mos harroni një like, subscribe dhe koment, na tregoni cila shenjë jeni ju.